Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithë teleshikuesve që janë sërish me emisionin Ta Tokim në natën e tretë. Mirëmbrëma dhe mirëserdhë. Të Tokim në natën e tretë është vërtet fantastike, edhe më e bukur se dy netët më përpara, më besoni për këtë. Tani ti i bëre xheloz ata të dy netëve më përpara. Gjithë ato reportazhe që kemi përgatitur dhe ti the jemi ne natën e tretë, do jemi më bukur ne. Vërtet e ke ti? Po çdo thojmë në natën bukur ato natës parë. Po çdo thojmë në natën e 10 ne. Po kjo unë e di që ti e thua për kureshtja. Patjetër. Po tani se me një Ta Tokim ashtu siç ka emër emisioni gëzuar një herë dhe i them të gjithëve që të pinë verë. Gëzuar miq edhe ju që po na përcjellni. Hajdeni, keni mbushur gotat se ne e nisëm për sonte. Po edhe me ujë mundeni dhe me ujë, megjithëse uji nuk thuhet Ta Tokim, nuk bën. Jo, duhet të jetë patjetër që verë. Po një lëng frutash ose shej që i keni ruajtur në frigorifer se këto limonadat janë tipike për Shkodrën. Janë shumë të bukura, janë shumë interesante dhe shumë tipike vërtet për qytetin e Shkodrës. Se bollma ato të gazuarat janë të dëmshme për shëndetin, po un kam qejf kur shkojmë familjet e vjetra shkodrane. Se ku ta nxjerr një shërup trëndafili apo një shërup shege, ka gjetur mënyra e ruan në frigorifer dhe ti kënaqesh kur nuk gjen atë pijen e gazuar, po gjen diçka tradicionale. Tani, për të qëndruar tek shkodranët, për të parë tamam atë shpirtin e festës që e kanë vetëm shkodranët, ne kemi bërë një xhiro të shkurtër në parabashkisë së qytetit të Shkodrës, edhe kemi marrë disa urime, vërtet shumë interesante. Aty është vendi që unë e ti nuk do takohemi asnjëherë, se unë nuk të gjej dot. Ja, e sigurt. Po s'kishe ku të hidhje këmbën. Wow, po. Edhe gjithë vizitorët që janë, ata duhet lidhur me çip, domethënë me njëri tjetrin. Aty humbet, ka kaq shumë njerëz që vinë, po është bërë bukur faktikisht. Është bërë bukur. Deri në orët e vona aty është bërë shumë bukur. Është bërë bukur edhe ajo që është më rëndësishmja, ka një lloj atmosfere, ka një lloj magjie që ndihet mes njerëzish. Nuk i njeh fare ata që ke afër, por të vjen një dëshirë e madhe për të përçafuar e për të kërcyer së bashku me ta, sepse edhe atmosfera është fantastike. Është vërtet. Ndjekim shkodran se çfarë kanë thënë njerëzit, cilat i kanë urimet e tyre. Kamera emisionit Ta Tokim është vendosur në pedonalen e qytetit tonë. Një pedonale e mbushur me drita, por me gëzim, me shumë njerëz dhe me shumë harmoni. Do të pyesim njerëzit se si ka shkuar viti 2025. E jani me mua. Si ishte viti 2025? Mirë. Kishte më shumë gjëra pozitive a negative? Pozitive. Sa mirë. Një urim për kamerën e emisionit Ta Tokim? Për shumë vjetë. Gëzuar e për shumë vjetë edhe ju. Si ishte viti 2025? Por me thonë drejtën, nuk kam marrë me kërru një periudhë kohët. Në Shkodër që është vendlinja jeme, ku kanë vinë prind e mi. Si ju duket Shkodra zbukuruar për festa? Është bukur gjithmonë dhe njerëz duket që angazhuar. Faleminderit. Një urim për kamerën e emisionit Ta Tokim? Dash zotin vitin tjetër edhe më mirë, tërgohen disa punë që unë isha jashtë siç duhet mi kenë. Kjo është një qytet gëzmor dhe kështu ka për të përfunduar, nuk mundën me jetu pa këtë punë. Faleminderit. Qytetet e para të një qytet dhe pas të gjithë vishin këtu. Përpiqem me harru problemet e ditës. E vërtet. Dhe unë dishoj që vitin e ardhshëm dash zotit të jenë më mirë. Faleminderit. Vazhdojnë harmonia. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Si keni emrat? Rona, Sofia. Si ishte viti 2025 për ju? Shumë bukur. Më pëlqej, po kisha disa gjëra, hajt, më pëlqej ishte i bukur. Ç'ja më e bukur e këtij viti? Që jam kënaq kur kam shkuar në piscina për diklien e shoqës, sa ka dimër. Oh, sa bukur. Po për ty? Tonika. Kur ka marrë medaljen e artë të Olimpiada Anglishtes. Wow, urime, komplimente. Një urim për emisionin Ta Tokim? Okej. Urime. Si e ke emrin? Rubina Ziri. Si ishte viti 2025? Shumë mirë. Gjëja më e bukur? Pirati. Pirati, po pse? Pëlqen. Se të pëlqen. Një urim për emisionin Ta Tokim? Shumë mirë.
Gëzuar festat? Gëzuar festën. Si ishte viti 2025? Shumë mirë. Qa kishte gjëra pozitive ky vit? Kishte edhe pozitive dhe negative. Më shumë nga 9 peshorja. Nga gjërat pozitive besoj. Pa. Një urim për emisionin të tokim? Gëzuar, për shumë vjetë, gëzuar. Gëzuar për shumë vjetë edhe ju. Gëzuar. Si ishte viti 2025? Për mu ka qenë më i mirë se vitet tjera. O, sa mirë. Për vetë me nërsy se u banë edhe fëmija me shpi. Jam shumë e gëzume, kam një pa mesa, mashallah mi thonë. Me punu për nej, mirë, faleminderit Zotit. Faleminderit shumë. Një urim për emisionin të tokim? Të urimin, jo për i Zotit marë, inshallah, për shumë vjetë ngëzime. Faleminderit. Për shlinjet e vitin e ri. Gëzuar e për shumë vjetë edhe ju. Faleminderit shpejt e jetë. Si ishte viti 2025? I mirë shumë. Edhe të presim të na vinë më i mirë 2026. Uroj me gjithë zemër që t'jetë vërtet më i mirë. Faleminderit gjithashtu. Një urim për emisionin të tokim? I falenderoj shumë sa ashtu i baja për çdo vit më i bukur. Faleminderit. Edhe ju uroj gjithë shqiptarëve ku të që janë. Një vit i marë i mirë inshallah për të gjithë. Gëzuar e për shumë vjetë edhe ju. 26. Faleminderit shumë. Edhe prej jesh. Si ishte viti 2025 për ju? Për familjen time ishte shumë e mirë. A kishte gjëra më shumë pozitive a negative? Pozitive për mu. Sa lumtur jam për ty. Seriozisht e kam. Për familjen time, për njerëzit e mi ishte shumë e bukur. Mua vjen vërtet shumë mirë dhe uroj që 2026 të jetë edhe më i mirë. Shumë faleminderit edhe që qoftë më i mirë. Si ishte viti 2025 për ty? Vit shumë i gjatë, i shtirë, po inshallah 2026 edhe më i bukur, edhe më me shpresë, edhe më me punë, edhe më me të mira. Shqyqyr që po e mbyllim 2025-ën? Po. Ma mirë që po ikë. Çfarë uron ti për 2026-ën? Shnet, marsi, lek, se marën si shqyra. Si ishte viti 2025? Për ne, për familjen tonë ko pos disa gjana që kena prit mi realizu disa vite, shpresojmë 2026 edhe më i mirë. Një urim për emisionin të tokim? Shnet, marsi, tonëve. Shkodranëve në veçanti, po tonë shqiptarëve kudo që janë. Gëzuar e për shumë vjetë. Gjithë bashkë. Si ishte viti 2025 për ju? Për zotin, diçka e veçantë nga të tjerat, me thënë drejtën. Pse ka jetë e kartë të avëncu, gjithë shka tu në shu, të zbukuru, e gjithë shka ma mirë se sa vitit e ma përpashme. Po kjo është i lajmi mirë që po na thoni? Po, e jashtme edhe ku do më ndena dhe mërëndë në ambientet familjare. Bukur. Fantastike. Urimet nga zemra, një shikim i pastër, i qartë i viti 2025. Ashtu si që ka ndodhur në fakt, ashtu si që kanë ndjerë të gjithë qytetarët e Shkodrës. Është një përpjekje për t'i harruar pak hallet edhe për të menduar diçka pozitive. Duhet në fakt. E ne këtë kemi dashur të bëjmë, për çdo puntat e emisionit të tokim, këtë kemi dashur të bëjmë, që të përcjellim sa më shumë atmosferë të bukur, t'i harrojmë pak sa hallet e përditshme. Ja, gjithë ditën keni mundësi për të marrë me hallet tuaja. Ndark, merremi bashk. Okej, pra hiqe prizën, domethënë, stakoje. Okej, si e përdorim ne, si shprehje. Shiko, sheshi kryesor përpara bashkisë është një mundësi e mirë edhe jo vetëm për të qëndruar, për të marrë një kafe, mos e zini tavolinën shumë se kishte paguar shumë ato kabinat te bashkia, dëgjova 6.000 euro. Shumë. Edhe thanë disa dhjetori filloi me shi, kur do t'i nxjerrim në ato 6.000 euro, nuk e di është tash e them, po shumë shtrejt më duk. Shtrejt ishin në fakt, po nuk janë asnjëherë bosh moj. Po nuk janë asnjëherë bosh. Janë gjithmonë plot. Po mirë, se ai që e zë plot është një kështu traditë që s'më pëlqen fare, ose vezë e quaj. Po ule dikush, ka marrë vetëm një pjesë 2 orë, po lëviz orë se do paguan ato 6.000 euro, lëviz, i loja radhën tjetri. Kjo është tradita, kjo është tradita Shkodranëve, 2 orë me një kafe. Se do të shikoj koncertin ai, prej aty, prej edhe rehat, aty në karrige. Po lëvizore, po lëviz se do të nxjerr 6.000 euro, nuk e di më mbeti mendja te 6.000 euro, po shumë ishte 6.000 euro. Edhe unë shumë mendoj se ishte. Po unë tash e them se më duket e pamundur që të jetë ky çmim. Po edhe nëse ashtu uroj ti nxjerrit. Ato para, edhe nëse është ashtu uroj ti nxjerrin ato para. Nuk e di, po lëvizën ata nga karriget, vështirë. Ku ti nxjerrin deri nga prilli. Okej, mirë. Nxjerrin se ka shumë shkodran, tani vinë emigrantët, vinë turistët, shpenzojnë emigrantët. Po ja, dakord, ja kështu, po do jemi optimist se mos i mërzita, nuk e kisha për qëllim që t'ju mërzisja, po ashtu më erdhi bëra ca llogari, më dolën kështu.
Jo, nuk i ka llogarit. Nuk ka qenë mirë në matematikë. Mos e. Okej, jo me matematikë kam qenë mirë unë. Unë s'kam qenë mirë. Po vërtet? Fare. Po mirë. Me gjithë të lafologji si mendon ti? Do ishim bërë mësuese matematike, në fakt s'kemi pas asun as ti talent për të gjë, po hajde tani ti bëjmë qevin vetes. Shiko, ajo mbledhjet e para bashkisë e kishte një arsye. Po ka një arsye, se boll që vin këngëtar, domethënë me emër, ti kënaqesh, e kishte një arsye dhe e kishte një arsye të madhe fort. Ishte një unike që ka Shqipëria në fakt, e papërsëritshmja, Aurela Gaçe, e cila ka dhënë një urim për të tokim. Të tokim është bashkë me uniken dhe të pazëvendësueshëm Aurela Gaçe, e qelet si pari në festave në Shkodër. Për ne është nder dhe kënaqësi shumë e madhe. Edhe për mua, edhe për mua nder dhe jam shumë e lumtur që më në fund jam në Shkodër. Kam pasur shumë mesazhe nga qytetarët të Shkodrës, sepse nuk vjen në Shkodër, por ja duaj kjo ftesa dhe unë të jem mes jush. Gëzuar vitin e ri, qofshi të lumtur, qofshi me shëndet, sepse shëndeti është i pari. Gëzuar. Faleminderit shumë, gëzuar. Faleminderit. Shiko, dhe me që jemi të ka i fluksi i jashtëzakonshëm i njerëzve, i turistëve. Tani ka prenotuar, nuk gjeti vend, mu duk hoteli vogël, e dua kushtet e mira, e ka mundësin për ta paguar, dikush kërkon edhe cilësinë më të lartë mundshme që ofron qyteti i Shkodrës. Edhe duhet, në fakt, sepse njëherë bëjmë pushime në vit, dhe ato pushime të bëjmë ashtu si duhet. E ka llogaritur që të kaloj jashtëzakonisht mirë. Është edhe ky problemi tjetër, e dua mu në qendër, sepse të gjitha aktivitetet nuk dua t'i humbas dhe përveç se kësaj, të ndjek edhe aktivitetet, por dhe të kem akomodimin në cilësinë më të lartë, mundësisht në një hotel me 5 yje. Dhe më në qendër, më me 5 yje, më me cilësi se Grand Hotel Europa nuk besoj se gjeni. Dhe ne kemi zgjedhur një mënyrë shumë origjinale. Unë kam bërë vizitoren me një valixhe me vete. E kishe bosha plot valixhen? Po rrobat e dimrit me, po ti e di pelushe gjitha. Kupton? Pas ke hequr zor për ta tërhequr? Aurela, po më banoj në Shkodër, i bie që më kanë nxjerrur shtëpia jashtë. Por e doja ta bëja, a e kupton që një mësuese në çdo situatë të jetës dëshiron të bëjë mësime praktike dhe qëllimi kryesor ishte për të bindur vizitorët, edhe praktike. Shiko, çfarë do bësh? Nuk e bë rezervim, provoje, dëshiron me 5 yje, shko te Grand Hotel Europa. Dhe nga momenti që te recepcioni dëshiron t'i shikosh kushtet dhe jo të surprizosh kur merr çelsat ose kartën, shkon te dhoma dhe pastaj mungon kjo është ajo, s'është kjo etj. Pra do 5 yje. Ndiqe reportazhin te recepcioni i Grandit, mësojmë edhe shërbimet e tjera ose çfarë ofron ose ti zgjedh të qëndrosh në një nga dhomat e Grand Hotel Europës në hotel, por përfiton ke pishinën, ke aty ku mund të bëhet palestra, pra është palestra që ka shumë facilitete të tjera të cilat mund t'i përdorni gjatë qëndrimit në Grand Hotel Europa. E ndjekim.
ikë në Shkodër për festat e fundvitit dhe shtritur tej mase, gjë që duket edhe nga fluksi i madh i vizitorëve që vinë në Shkodër. Dhe ne do të improvizojmë një moment ku nëse je vizitor në Shkodër, dëshiron të kesh një natë të magjishme, ku në të magji futet dhe akomodimi se ku do të kaloni natën, pasi i keni festuar në darka të ndryshme, në shoqëri me njerëz, por mund të jeni edhe tek po vetëm, dëshironi të akomodoni në një hotel për t'i dhuruar vetes kënaqësi të pafundme. Dhe ne do t'ju sugjeronim Grand Hotel Europa. Si veprohet nëse je vizitor, nuk e bë rezervime përpara dhe krejt papritur dëshiron të shkosh pranë këtij hoteli dhe të kalosh një natë magjishme. Më ndiqni në këtë rubrikë të këndshme. Kemi zgjedhur një valizhe shumë të madhe, sepse ju e dini, ne gratë gjithmonë kemi nevojë për bagazhe dhe rroba dimërore zën pak volum. Pastaj janë shumë elemente të tjera që merrem me vete. Një valizhe e madhe është më se e mjaftueshme për të kënaqur të gjitha detajet që i duhen një femër me vete. Shkojmë te recepcioni. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kam zgjidhur që këtë natë ta kaloj te Grand Hotel Europa, por nuk kam bërë rezervime përpara dhe mendova ndoshta ka vend. Po sa personel lutem? Vetëm, udhthoj vetëm dhe dëshiroj të qëndroj vetëm. Ja, një minutë lutem se të kontrolloj. Ne ju sugjerojmë që na 3 dhoma të cilat janë lirshëm, mundena me ju tregu dhe ju e shikoni vetëm apo dhe mundeni me ju japim opsionin për me zgjallë vetë dhomën. Okej. Do dëshiroja shumë të shikoja. Jam shumë kurioztare, nëse unë qëndroj vetëm një natë në Grand Hotel Europa, marr shërbime të tjera që mund t'i shfrytëzoj gjatë qëndrimit këtu? Po, patjetër. Tek dhoma përfshihet mëngjesi, e cila shërbehet nga ora 7 deri në 10 në katin e 2. Përfshihet pjesa e parkingut jashtë, pjesa e Wi-Fi, kemi edhe spa, sauna, jacuzzi. Mund t'i përdor edhe kur qëndroj një natë, pra fantastike. Dhe palesër normalisht. Edhe palesër? Do bëj palesër sot? Patjetër. Okej. Nëse ka diçka procedurë para se të vijoj? Do na nevojitet vetëm një mjet identifikimi. Okej, një kartë identiteti? Po, krejt në rregull. Tani ju zgjidhni dhomën, vini këtu më pas dhe plotësoni një formular. Formulari me dhënat e juaja gjenerale dhe bëheni klient i Melias. Okej. Bravo. Gati jam. Faleminderit. Wow. Kjo është një nga opsionet. Fantastike. Që kemi për ju. Po më pëlqen shumë hapësira. Kjo është edhe arredimi, ngjyrat që janë përdorur, mrekulli. Kjo quhet suite, ë? Po kjo është suita, kjo është suite presidenciale, domethënë që ne kemi. Fantastike. Mund t'i tregoj një opsion tjetër? Okej, thjesht për kurështje se edhe me këtë jam shumë e kënaqur. Fantastike. Mua më pëlqen dhe arredimi. Ka thjeshtësi, po ka dhe luksin brenda një herësh. E ku ka më bukur se sa foto të bardhëzi të marrubit të vendosen në dekorin e korridorit këtu, shumë e këndshme. I pangarkuar ngjyra, ndriçimi fantastik. Po, do shohim të dhomën tjetër? Kemi edhe këtë opsionin tjetër. Edhe kjo që ka një mrekulli. Sa bukur ideja e Shkodrës kafes madhe, është vendosur si dekor aty. Shumë e bukur dhe kjo, hapësira aty ishte pak më e madhe. Po më bën përshtypje që pas ka edhe një derë. Ka ambient tjetër? Kjo është një connected suite, domethënë, kjo është një rësi e re. Nuk e tregova pak më parë, por që ne gjitha dhomat janë të reja. Dhe hoteli është hap i ri, domethënë me datën 30 korrekt, gjitha dhomat janë restauruar. Dhe kjo është një nga rësitë tona që është bërë, domethënë, tek pjesa e hotelit tonë. Dhe mund ta shohim pak bashkë dhe pastaj mundesh me zgjedh. Okej, vetëm thjesht sa për kurështje pa parende atë, pse ka dy dhoma? Qëllimi i dy dhomave cili është? Është një connected suite, domethënë nëse vjen me familjen, nëse të shtot një person i afërt, pastaj me vonë nëse vendos për më ardh. Mund të jetë edhe dhoma tjetër. Po, më pëlqen. Po e kemi gjithmonë një fëmijë të vogël që e marrim me vete. Jam shumë kurështar për të parandej. E bukur. Shumë e bukur.
Pra të dyja dhomat merren një herësh dhe janë tek i njëjti çmim. Tek i njëjti çmim. Dhe siç thash pak më parë, kjo është një risi e jona domethënë, dhe nëse një person i afërt të juaj vendos për të ardhur për të shtuar më vonë, ju në privatësinë tuaj. Kemo, dhe po të jesh çift, ndodh që gjatë natës sikur zemrohen pak me njëri tjetrin. Njëri del këtej, tjetri ande. Kuptohet në mëngjes pajtohen, se s'ka kuptim të vihet në këtë hotel dhe pastaj të ikim me turin të varur. Jo, nuk ndodh kjo gjë. Por arredimi që e ka fantastik. Edhe pjesa e tavanit, ndriçimi, ngjyrat, një mrekulli më vete, Të gjitha të vendosura jashtëzakonisht bukur. Shoh që ka perde, do kemi mundësi edhe për panoram? Po, patjetër kemi edhe balkonin. A ka dhe balkon, ë? O sa bukur. Dhe këtu je në katin e 8 të Grand Hotel Europës. Imagjino e shikon gjithë Shkodrën në pëllëm të dorës. Wow! Ua, qa mrekullie prej këtu. E jashtëzakonshme. Prandaj duhet marrë kjo suite vetëm për panoramën, pa llogaritur dhe akomodimin që është brenda. Je mu në qendër të Shkodrës dhe ke këtë fushpamje që nga Taraboshi, liçeni i Shkodrës, gjithë qyteti në këtë pjesë, bashkia që duket e mrekullueshme tani me ngjyrat. Dhe sa qetësi brenda, pra ti je mu në zemrën e qytetit, por ke kaq shumë qetësi brenda. Pra një akomodim perfekt për atë që dëshiron edhe të pushojë, edhe të relaksohet, por një herësh edhe të jetë pjesë aktive e qytetit në këto ditë festive. Lum ai që vjen në këto 2 suita, por edhe në dhomat e tjera, besoj dhe dhomat e tjera janë të mrekullueshme. Mes 2 opsioneve, 806, 804 dhe 805, që ju tha që janë së bashku, në preferencën time do zgjidhja pikërisht 804 dhe 805 që lidhen bashkë. Jo për shumë për dhomën e dytë, por për panoramën jashtëzakonshme që ka balkoni. Edhe këtej ishte panorama shumë e bukur, po këtej në atmosferën festive të Shkodrës më pëlqen më shumë të asodis nga kjo anë, por të dyja shumë të mrekullueshme. Lum ai që vjen dhe e shijon nga afër dhe akomodohet pikërisht në këtë hotel, do I gjej të gjitha standardet europiane. Nuk do t'ja ketë zili as I shtetit e Europës për akomodimin që sigurohet në Grand Hotel Europa. Tamam hotel me 5 yje. Pra shoh që janë të dhëna generale që nuk përbëjnë ndonjë problem lidhur me privatësinë apo diçka e tjetër. Okej, po I plotësoj. Okej, besoj janë në rregull, edhe karta. Akomodim bekëndshëm. Faleminderit shumë. Shumë këndshëm dhe këtu. Mrekulli. A, jacuzzi, po. Që shfrytëzo. Aha. Shohu një qarkullim sa bukur. Pasërtia e zakonshme, po vika ujë deri këtu. Çfarë mrekullie. Shumë këndshëm. Pra këtu jemi në katë të 9-dheshëm, a? Domethënë te Grand Hotel Europa, sa fantastike. Kjo është pika e saunës. Shumë bukur. Shumë këndshëm. Dhe banjo me hapot. Mrekulli. Shumë bukur. Po, dhe palesrës. Po, patjetër që po. E kam darë mendjen të heq 2 kile sot. Është një mrekulli. Kryesisht edhe për ata që janë mësuar me regjimin, që ta bëjnë gjimnastikën dhe palesrën çdo ditë, edhe pavarësisht nga vendi se ku ndodhen, ata nuk mund të shkëputen nga servitja e tyre e përditshme. Kështu që edhe shfrytëzojnë qoftë 1 orë apo 2 orë gjatë qëndrimit tu. Por edhe për persona jo vetëm një natë, se brenda një nate ndoshta nuk mund të bëhen të gjitha, sidomos kur vinë pas një feste, por nëse qëndrojnë më shumë se sa një ditë këtu në Grand Hotel Europa. Shërbimi perfekt. Ne sotëm vetëm disa aspekte, por në çdo transmetim të emisionit Tatokim do të sillim nga një rubrikë të posaçme ku zbulohen përpara gjithë teleshikuesve veçantitë që ka Grand Hotel Europa. Është një hotel që është me 5 yje I certifikuar dhe me një autoritet të padiskutueshëm, jo vetëm në Shqipëri, por dhe jashtë kufive shqiptar. Ja, vizitorë zgjedhin Grand Hotel Europën për shërbimet, për cilësinë
dhe për më tepër ndodhet në mes të qytetit të Shkodrës, pra të krijon lehtësira për lëvizje të vazhdueshme dhe për të ndjekur të gjitha pikat turistike që janë brenda qytetit, por më pas çdo kush pastaj bën planifikime për të njohur në vende të tjera turistike të Shkodrës. Mjafton kjo rubrikë për sonte në emisionin Tatoken, por ne do të vijojmë sërish për të zbuluar të tjera gjëra interesante që lidhen me Grand Hotel Europa. Kushte perfekte në Grand Hotel Europa. Mjafton të paraqitet te recepsioni, shërbimi është fantastik. Jo, po edhe pëlqen kur shoqëron deri lart dhe kupton. Edhe mësuam se si duhet sjellur në një recepcion, pra cilat janë disa nga mënyrat hapasapi, kërkesat që duhet bëj një vizitor, një klient në një hotel të ndryshëm. Sepse ti shkon atje, paguan parat, por është edhe një formular që do plotësohet. Pra ne mësojmë edhe kulturën se çdo të hysh në një hotel me 5 yje. Dhe ky është një mësim shumë i vyer, sepse si dihet dhe si jepet mundësia patjetër që të kaloni një natë në Grand Hotel Europa. Ti formularin e plotësove, po me gjithë dhënat. Letrën e babagjyshit a ke shkruar ende? Unë të shkruaj letër? Pse më? Unë do të me gocën time që ta shkruaj. Unë të shkruaj letër? Goca ime ka dhe ca ta shkruaj, po shkruaj unë një herë. Pse s'më thua goceta gjete mjekrën, kapuçin, çdo gjë? Po unë do bëj babagjyshin, se po më gjon gocë. Jo më të keqë mami, jo, po ka babagjysh. Nga Poli Veriut. Se më dëgjoj në transmetim, më dëgjoj. Unë e kam shkruar letrën e babagjyshit. A keni shkruar ju letrën e babagjyshit? E ke shkruar me të vërteti? Patjetër, unë shkruaj çdo vit. Në këtë mosh? Asnjëherë s'ma plotson dëshirën. Ti shkruan letrën në këtë mosh? Letrën e babagjyshit? Patjetër. Po ku e dorëzon? Në sirtar. Në xhak. E djeg. Ty merr babagjyshit. Po, shkon lart me. Ke dhe o xhak, pas ke dhe shpi me o xhak, ja? Po ja si këto. Ja. A, po mirë. Shohim se... Vërtet ki shkruaj letër. Nuk e besoj, pa e parë vetë nuk e besoj. Ki shkruaj letër në këtë mosh, po në zorë nuk e... Po si të ta vërtetoj? Ua, jo më dua të shikoj dhe unë këtë rubrikë. Hajde, shohim bashkë. A keni shkruar letrën për babagjyshin? Unë po. Po ju? Po. Çfarë do sjell babagjyshi këtë vit? Përshëndetje. Si e ke emrin? Manjula. Çka ke dëshirë të sjell babagjyshi këtë vit? Atlete. Çfarë ngjyre? Roz. Roz, babagjysh mbaj shënim. Hajde. Si e ke emrin? Ambra. Çka ke qejf me sjell babagjyshi këtë vit? Telefon. Çfarë telefoni? Me 2 kamera. Me dy kamera babagjysh, mbaj shënim të lutem. Po pse telefon? Se pëlqen. Se të pëlqen shumë, dhe mua më pëlqen shumë telefoni. Si e ke emrin? Matilda. Çka ke qejf të sjell babagjyshi? Telefon. Edhe ty telefon. Çfarë ngjyre? Zez. A ke markën? Të pëlqen ndonjë markë veçantë? Samsung. S'ka rëndësi. Telefoni i ri babagjysh. Si je? Mirë. A je lol? Jo. Shumë mirë, unë jam lol shumë. Si e ke emrin? Morena.
Qa ke qef të sjell baba gjyshi? Telefon. 3 telefone deri tani baba gjysh, do shkun dhe shpak. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ke emrin? Emanuela. Gati kemi emrat njësoj. Unë kam emrin Noela, ti Emanuela. Bukur baba gjysh. Më futa dhe mua në këtë listë me këtë rast? Qa ke dëshirë të sjell baba gjyshi? Një tablet. Tablet, bukur shumë. Teknologjia në maksimum. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Arba. Qa ke qef të sjell baba gjyshi? Telefon. Edhe ty telefon. Pse duhet telefoni? Për të folë me shoqe, se këta shoqet po marrin telefon të vikë, që bukur shumë. Përshëndetje dashur. Përshëndetje. Si ke emrin? Marina. Qa ke qef të sjell baba gjyshi? Telefon. Edhe ty telefon. Çfarë ngjyre? E bluhe. Me sa kamera? Me 3. Me 3 kamera baba gjysh, kemi ardhur në një nivel më të madh. Përshëndetje zemër. Si ke emrin? Alicia. Qa ke qef të sjell baba gjyshi? Kompjuter. Pse kompjuter? Me shkruajt për qeft. Të pëlqen të shkruash? Sa mirë, baba gjysh, këtë keva një shkrimtare të arshme, baba gjysh. Ku I kam qunat? Quna, hajdeni këtu te unë. Hajdeni. Hajdeni se nuk do mlini, nuk do mikni ju. Si ke emrin? Ani. Qa ke qef të sjell baba gjyshi? I skuter elektrik. Po janë ndaluar mër me ligj. Nuk ka qa. S'ka gja, I përdorim në rrugë të lagjes. Përshëndetje I dashur. Si ke emrin? Marcel. Qa ke qef të sjell baba gjyshi? Motor. Edhe ty motor? Po je I vogël për motor. Baba gjysh të fshije nga lista se nuk bën. Zgjedh një lojë tjetër, diçka tjetër. Apo do të motorat e vegjël? Faleminderit shumë. Jeni të mrekullueshëm. Unë ju uroj gëzuar Krishtlindjet, e kalofshi sa më bukur. Gëzuar ta tokim. Posh. Sa të këndë shumë ata fëmijë, rastisa tek ata edhe nuk e rezistova do t'ju bëja këtë pyetje. Më pëlqejnë shumë fëmijët sepse ka një botë mrekullueshme brenda, edhe sa mirë do t'ishte sikur t'ja mbajmë ashtu, për sa kohë që ata janë fëmijë, t'ja mbajmë këtë botën e bukur magjike që kanë brenda vetes së tyre. Kam frikë se nuk ja dalim dot me gjithë të teknologji që na sillet rrotull, sepse shumë nga fëmijët donin celular. Po, shumë e vërtet. Kur e ke marrë celularin e parti? Isha nën me 2 kalamaj. Si e kashu, si dramatike. Sikur po flisim për vitet 1200. Po pra, por e beson që kam letra akoma? Që në moshën 10 vjeçare, në një korrespondent që kam pasur me një shoqen time, në përmet, kur unë edhe nga përmeti në Shkodër, edhe është ka jasverdhur ato si në kod vjetra. Do ke mundësim në njërë nga transmetime, vetëm thjesht për ta lexuar se qa shkruani fëmijët në atë kohë, qa shkruani. Për të bërë një lloj krahasim. Po pra, dhe për qa diskutojnë tani, e për qa kanë diskutuar atëherë, pa do t'i marrë ato letra, vetëm t'lutem ma kujto, më shkruaj në celular, ta shkruaj në memo, ta sill në emision. Ta kujtoj unë. Tani, emisioni Ta Tokim është zhvendosur kudo ku ka shqiptar. E këtë herë do të shkojmë në Vjenë, në qytetin e bukur të Vjenës. Vjena është një qytet fantastik, por ka shumë shqiptar. Ka shumë shqiptar të cilët e kujtojnë me dashuri shumë të madhe Shkodrën, vazhdojnë të punojnë për Shkodrën, e I tillë është Gjergj Jozef Kola. Së fundi ka marrë edhe një çmim si dramaturgu më I mirë në Austri për vitin 2025. Na ka përcjellë një kartolinë urimi për që sa më afër shkodranëve. Në fakt ka Gjergji këtu. Se mirë do ishte shkonim në atje, po o Gjergji kje parasysh. Kje parasysh, mirë do ishte. Mirë, ne të shkojmë, një emision, pa ti dhe pse mos ta bëjmë në edicionin e 12. Po sa larg na çova më? Tani, po ta shtojmë se aty është Vjena, nuk është shumë larg. Përshëndetje nga Vjena, përzemërsisht në Shkodër Loce, ju uroj nga zemra për shërbjet Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026. Noela ju përgëzoj për programin dhe ju falenderoj edhe një herë për këtë drejtare që hapni herë mas heret për ne shqiptarit diasporës. Empatia është një nga virtytet më të mrekullueshme të natyrës njerëzore. Këtë empati e kanë shumë njerëz. Si virtyt
ai na çon gjithmonë përpara në jetë, na bën më të lumtur, na bën më të hapur. Me rastin marrjes së çmimit dramatik, çmimit të parë dramatik në Austri për dramën time Rinie e padhunshme, unë kam marrë shumë mesazhe, shumë empati nga njerëz të ndryshëm në Shkodër, por edhe në mbar diasporën shqiptare në botë. Me pas empati, kërkon një bukuri të jashtëzakonshme shpirtërore. Me pas empati, kërkon një fuqi morale, shpirtërore dhe mendore të natyrshme. Shumë njerëz e kanë, ato që më kanë ru, unë i përshëndes të gjithë për shumë vjetë Krishtlindjet dhe tanat mirat në vitin 2026. Një përshëndetje dhe një përqafim shumë i madh për Gjergj Jozef Kolën, i cili vazhdon të punoj fort për Shkodrën, vazhdon të mos harroj Shkodrën e tij të dashur. Dhe shumë aktiv në rrjetet sociale, e përgëzoi për kurajën e madhe që ka për të deklaruar anti-shqiptarët, të cilët nuk e bëjnë të kom, por përkundrazi e minojnë atë. Mirë, dhe nga një përshëndetje e tillë për zemër ku gjerasin për të ftuar çdo emigrant tjetër që ka marrë për Shkodrën dhe le të shfrytëzoj hapësirën e emisionit Ta Tokim për të nisur kartolinën. Le të kalojmë në pak humor, kemi një personazh, kemi nevojë për humor, një artist. Duhet. Të gjithë për shembull e njohin, por nuk duhet t'ia them emrin, do ta lexojnë emrin aty në titër, le një herë që e njohin me imazh. Cili është ai aktor shqiptar i cili mbyll njëri sy dhe bën ka lek. Ka lek. Në këtë gjest ai është tipizuar, domethënë nga teleshikuesit dhe ardarësit shqiptar, prandaj e sjell në një intervistë, ne shfrytëzojmë nga rasti që ai kishte ardhur nga Durrësi në Shkodër dhe okay, atë vesi nuk e harroj. Jo, po ndiqeni. Po që është kënaqësi kur na vinë mysafirë të tillë të nderuar në Shkodër, për më tepër në fushën e humorit, ne gëzohemi. Këto bashkëpunime kanë qenë të hershme, po sigurisht shumë, është gjë shumë e mirë. Unë përshëndes këto organizatorët, më fal, nga kryetari i bashkisë, ky Arjan Çuligi po bën kurrë, po shumë e zashme, me thënë drejtë. Një dhe dyta, na duket vetë se shoqëri jemi gjallë. Se po jemi harru komplet kështu. Kuptimit në Durrës për shembull vjen keq, nuk ka kështu aktivitet. Po ku qen vete në Durrës për shembull, apo ti pret ftesën e Shkodrës, si apo? Hiç fare, mos pyet. Do të kuptimin. Po vetëm se ja kjo është shumë kryevepër nga ana jonë. Ne jemi mosh. Unë jam 75 vjeç. Dhe këtu të shikoj vjen rinosh. 75 jetë ai. Rinosh. Ku duhet, po. Ja i rinuar që sot. Po edhe prit. Pa marrë lek. Pa marrë lek, se kur të marrësh lek. Tani kujtëm ato shfaqje që janë bërë dikur, na mungojnë ato të televizioneve, ku e stradat e rretheve, shfaqjen, performancën e tyre, materialet e tyre. Ky është festival. Ne duhet vishim Durrësi veç, Firi veç, apo jo? Këto duhet dalin në televizor, domethënë që publiku, ai që është në Saran të na shikojë, të shikon. Ke drejt. Po megjithatë në gjë. Siç po bën punët, jo kështu para për të poshtë, po gjinaf. Jo. Prap Shkodër, unë uroj me gjithë shpirt kolegët, prap bëjnë. Po, tani kush e lufton më shumë të keqen, humori apo e bërtitura? Unë mendimin tim humori them. Se kur ja fun çik me lezet i djeg aty, ai shkon duke mbajtur mendjen aty, e vërtetën të bërtitur e hedh maskrave. Se jo, sinqerisht, çdo një se të gjithë me hallje. Po një humor, e lezeton. Dakor. Nëse na tregon ndonjë histori ose ndonjë barcalet të bukur për një barcalet të bukur. Dy gjë gastrit, shkon në ke urgjenca. Shkoi parë tha doktori çka ke? Kam gëlltit 20 qindarka. Po tha, më fal ke dalë jashtë, kam dalë po s'mdoli. Do mirë. Futun sallë atë bëre. Ky tjetri mbrapa. Doktor, a del 20 qindarka? Del më burr. Ky prap, o doktor. Pashtena del, o del më burr. O ti kush e di vllai vetë? Jo, kush e di? Janë lektemia.
E bukur kjo, më pëlqeu. Në fakt ne kemi qenë në Gjirokastër, nuk janë aq kopratës, faktikisht. Po Tashi, aty në Ligjor, është edhe shprehje. Mami dalë synë se nami. Ke bëu diçka, ndonjëri edhe ja i ka dalë nami. Ju përqafoj me gjithë shpirt. Edhe ty të lumt, edhe ty të lumt. Faleminderit shumë. Është fantastik, tepër i dashur për publikun shkodran dhe një ikone ka gdhendur ai emrin e tij me shkronja të mëdha në historinë e kulturës. Ka ca tipizime, më pëlqejnë këta aktorët e humorit, fizionominë e tyre, gestikulacione kanë të jashtëzakonshme. Vërtet. Më duket njerëz të lindur për këtë lloj arti. Absolutisht, po edhe vitet e shumta të karrierës që mban mbi supe tregojnë më së miri për këtë. Tani, ku do të shkojmë? Tani që do shkojmë, unë them provojnë çik verën, se ajo vera tjetër që do të tregoj është po kaq e mirë sa kjo. Hajde gëzuar një herë, gëzuar gjithë televizionistë që po na ndjekin nga shtëpitë e tyre. Dhe tani, do të shkojmë bashkë në Hajmel. Me kuzetën. Ne nuk do shkojmë në Francë për provuar një verë të shkëlqyer, një verë të shkëlqyer e kemi në Hajmel. Nuk kemi nevojë për shkuar aq larg, sepse kemi ja këtu afër, mund tek dera. Në bashkinë e Vau de Deës, për ata që na ndjekin nga jashtë kufive shqiptare, thotë Hajmeli ku është? Jemi në bashkinë e Vau de Deës. Në këtë bashki ju do gjeni vreshtar të jashtëzakonshëm, njerëz punëtor që kanë zgjedhur, bile në këtë zonë është ndalur deri diku emigrimi. Ka ikur kush ka ikur, po tashmë nuk ikin të tjerë dhe unë atje konstatova në tavolinën ku ne ndodhemi, ka dhe shumë të rinj që e kanë gjetur veten në Hajmel, po punojnë në sektore të ndryshme, po vreshtaria është për të marrë shembull në Hajmel. E ku ka verë më të mirë se sa ajo që bën Zef Pashuku. Dhe kur them emrin e Zef Pashuku, dhe njeh një Shkodër e tërë, për mos thënë deri më në jug njihet Zef Pashuku. Është njeri jashtëzakonisht punëtor. Një histori shumë e bukur e ndërtimit të këtij aktiviteti e prodhimtarisë. Zefi asnjëherë nuk flet në emrin tim personal, pra unë kam verën e mirë. Dakor, ai flet në emër të gjithëve. Të gjithë atyre vreshtarëve që ka Hajmeli dhe sugjeron për çdo shqiptar para se të porosisni një verë të huaj, provoni more produkte dhe prodhimet vende, se jepni një suport fermerëve, por nuk është puna vetëm për bamirësi, por edhe cilësi, e kanë arritur cilësinë. E vërtet, jo vetëm për bamirësi, por për një cilësi shumë të mirë, por edhe për të bashkëpunuar të gjithë së bashku, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mundemi të ecim përpara. Po, dhe nuk ke nevojë ti gjithmonë të marrësh një verë 200 euro, pra ti mund të marrësh një verë shumë të mirë me një çmim shumë të arsyeshëm, duke qenë se janë dhe festat përpara. Ai ka dhe le themi një zakon shumë të bukur. Është jashtëzakonisht bujar. Në agroturizmin e tij gjithmonë grumbullohen miq të shumtë. Po. Sa dhe për festa do grumbullohen sëriq miq. Pra aty mblidhen të gjithë bashkë. Jo vetëm shijojnë verën, por e ruajnë traditat, bisedat dhe kështu Hajmeli ka një unitet jashtëzakonshëm. Janë njerëz të tillë, simbolik do i quaja, që punojnë shumë për bashkimin dhe unitetin e zonave. Dhe prandaj kur vjen puna për të prodhuar vreshtat, gjithë qëndrojnë bashkë. Edhe sa mirë bëjnë që qëndrojnë bashkë, edhe sa mirë që ne kemi pasur mundësinë që me kamerën e Tatokim ta përcjellim pak këtë atmosferën e bukur, edhe këtë ndjenjen vërtet shumë unikale që ata kanë me njëri tjetrin. Do shikoni edhe një zjarr bubulak, ë? Se këtu e kemi në Leduall. Jo si ky. Jo si ky, po të ky është i bukur, ë? Studia është shumë e bukur. Bile Gjerasin të falenderoj Grand Hotel Europën, që është sponsori ynë kryesor që na jep mundësinë që për shumë e shumë vite me radhë, dhe Noela tani që ka ardhur kolege e re jona, të realizojmë një mori transmetimesh emisionesh pa fund në këtë televizion, i cili mbetet ndër më të mirët në veriun e Shqipërisë. Falenderojmë edhe për mbështetjen që na ka dhënë në realizimin e emisionit Tatokim. Por le të kalojmë te reportazhi në Hajmel edhe le të kënaqemi me një bisedë shumë të këndshme aty afër zjarrit. Zefi, mirë se gjejmë këtu te agroturizmi. Është shumë kënaqësi, sa pam zjarrin, e harruam fare Zefin direkt te zjarri. Kështu është donat këtu, zjarr bubulak? Jenë mirë se erdhë. Shumica familjeve edhe vë gjak kanë nërtu si një tradit, por këti ambientit vogël, modest, pa tjetër që i shkon një gjak, edhe zjarri. Edhe zjarri po, se bëjt biseda më e këndshme dhe kur pi verë afër zjarrit, për shumë në ëndrat e çdo njeriu, kur e mendojnë festat e fund vitit, thot, dua një zjarr bubulak edhe verën përpara. A mendon se janë dy gjërat më kryesore për të kaluar mirë festat e fund vitit? Pa zjarr, dimi skalohet. Pa vene raki, s'ka kuptim asnjë fest.
Dhe shpresoj që çdo familje e zonës tonë, e Hajmerit, po edhe tonë Shqipënisë, nuk do të mungoj vena e rakia si vetë. Pra që nga traditë, verë dhe raki, po të vinë këtu, kjo do të shërbejt e para. Edhe vera dhe rakia, këto pijet e gazuara, këto pijet e tjera, këtu më duket fare, nuk referohet. Këtu kena vetëm vend raki, lëngrushit, shoqër me... Pijet me masë rakia dhe vera këtu zef apo jo? Apo njerëzit e mbajnë, se me që e prodhojnë, stërviten. Në përgjithësi ka një normë caktuar, por pijetarët patjetër që e shtojnë fije, sidomos të shdimet e natat gjatë dhe kanë pse e shtojnë. Po patjetër që po. Ju del kohë bollë në pushu. Është vërtet. Këtu në Hajmel e pi një njeri në cilën moshë, ose ka fëmijë që e pinë verën, që në moshë të hershme, apo ka verë për fëmijë, verë për të rritur? Fëmijë nuk mund të them, po dem të ri në përgjithësi konsumojnë verën, sidomos verën e bardhë, e cila vitet e fundit edhe kena fitu përvojnë në prodhim familjar, po kryesisht në kantinën teme modeste, edhe kjo familjare që i shërben agroturizmit. Ti the vitet e fundit vera e bardhë, pse Hajmeli gjithmonë ka pas verën e kuqe? Po, jo vetëm Hajmeli, po stuj se kudo verën e kuqe ka kënë primore. Por verën e bardhë konsumohet ma shumë nga trit, për arsye edhe se prandon të freskohet dhe është ma konsumueshme. Okej, përqindja e alkoolit tani sa është? Po, te 12%, 12.5% po rushi i bardhë, kurse vena kuqe kalon mbi 13 Si ka qenë prodhimtaria këtë vit? Ka qenë 2025, si e cilësonti? Ka qenë një vit shumë i marë, sidomos cilësor. Ka pas vitit të thata nuk lanë kur për prodhim. Si vit ka qenë vit i marë, me thënë drejtën, dhe edhe fermerët, vreshtarët kanë prodhu rusht mirë, po edhe kantinat që kanë ngrumullu këto në përgjithësi, kantinat që kanë kontrata të disa vjeçare, kanë marrë një produkt shumë të mirë dhe garantojnë cilësi të lartë në verë. Po, me kë i kanë kontratat në Hajmel? Me kë kanë siguruar fermerët? Janë vitet që para 10-15 vitesh e këtej, janë mjedhë shumë sipërfaqe me ullishte dhe vreshte. Kur themi sipërfaqe, një ide për të pasur sa sipërfaqe? Ka fermera që kanë mbi 1 hektar, 5 dëlym 1 hektar, patjetër, kanë edhe më shumë, 2-3 hektar, po këto me kantinat e zonës tonë, që fillojnë tek Mrizi Zanave, kantina Kalmetit dhe kantinat e tjera, kantina Eresi në Raq, ato grumullojnë dhe bajnë kontrata të përviqme me fermera. Këtu në Hajmel ka nisur të punohet me kontrata, jo më tani ne prodhojmë dhe As një kilogram rush nuk ka ngel pa ushqit. A e konkuron kjo verë në vende të tjera kur prodhohet në Shqipëri? Janë kantinat që unë përmenda, janë në më të mirat në Shqipëni dhe që të mos për cilësinë e tyne. Të gjitha, dhe janë, kur ne para 7-8 viteve kena marrë shpim parë ne, një kantinë të vogël në Republikë për venën Kalmet, kantinat që përmenda për para, ato janë kantina shumë të mira dhe konkurrojnë denësisht kantinat tjera. Okej, besoj që edhe për ty je i kënaqur, eksporti është apo jo? Do pak? Po kanë fillu, kantina Stuka është kantina e Kalmetit, kantina po, nuk e di eksakt, po në Itali, po i herë, në konkurse, kantina e Mrizi Zanave, kanë konkurru dhe jashtë. Shiko tani, unë duhet ndalim të ky vend i bukur që ke bërë. Unë kënaqem, po nuk mund ta filloj bisedën kësej pa përmendur fillimisht Mirelën. Ja ku ke vendosur afër Xhakut. E kujtoj me shumë nostalgji, pa dashur të të mërzis, por... I ke pas edhe fatin të njohësh, dhe me thonë dhe je e para dhe vetëm gazetare që i ke marrë intervistë shkurt. Kur edhe dit nuk do në dilte, jo, thot nuk dal, po ja kam rëmby më shumë se sa. Ishte një grua shumë modeste dhe shumë e pashme, i hishme ashtu si që duket edhe në këtë piktur këtu. Po ne edhe këto punë që i kena bon, të cilët nuk janë të mlaja, po ne janë shumë të mlaja, pra sytë pa mundësi që ne kena pas, si gjithë familjet fermere, fshatare, po mera ishte gjeshka në këtë familje, edhe në biznes. Edhe, nuk është hera parë që përses, po mera... E dëgjoje atëherë, dëgjoje Zef, apo? Jo, po e dëgjoje për gjëra si merë të vendimin duke grua shumë e qetë, kisha përshtypjen se ti dominoje. Aja ka kantinjeja vërtet. Vërtet? Unë kam pëshit malin, unë kam grumullu, kam punu, po këtu të gjithë miqtë e mi që e kanë njoftë nga afër,
sidomos të fushës të venës të veshtarisë, ato dinë mirë se kush nuk jeton më këtu. Dhe më thonë, nuk jeton vetëm fizikisht, por nuk jeton një punëtore model, e cila, s'kam se më shehi, kalon shumë mangut. Dhe ta mosh, dhe më thonë, ti mosh këto punë që këna nisë bashkë, nuk ashtë të letë, dhe më thonë, dhe shpeshherë dhe... Kam përshtypjen se vazhdove dhe në këtë rrugë edhe më fort ndoshta për të mbajtur kujtimin e saj, nga amaneti i saj. Sepse e ndërtoi me shumë sakrificë, dhe ajo dhe ti realisht, por e mbajte më shumë për këtë ambient që kena rikonstruktu totalisht, bashkë me partnerët tonë, të cilët mënyrë modeste, si Kospa, dikush tjetër, që kena Oxfam për para, ne i dham një shtytet madhe dhe shpenzum shumë para, ma në mundësive tona që kishtë në Kurmela ishte gjallë. Dhe ku ishte e smur, atëhere unë nuk e nërpreva punën. Ajo nuk u habitte, po nuk më thotë kur, pse banë, sepse në kishtë në shpresë si gjithmonë. Të është motivi dihet, në bashkë për fëmini këna bu emnin, agroturizmit. Agroturizmi Mirela, pra. Po, emnin e Mirelës. Fëmi, ti ke 2 djemë? Unë kam 2 djemë, të cilët... Ku ndodhen ata tani? Të cilët kanë me u shkollët e larta në Tiranë, punojnë në Tiranë, sektorin shtetënor dhe privat, por marrën me ato, mu më nimojnë, të regullë tonë modest, më nimojnë, vinë dhe kontribojnë. Pra kanë dhe ata një lojë roli? Po, vinë dhe tu e kontribojnë, ta shovim, në të ardhmen, po në ola mundësia të japim një shtytje të ri, konceptojmë edhe herë kantinën, e verës, por me një standard tjetër, sepse donë edhe investim të mirë financiar, donë edhe me marë si për përgjësinë. Po, unë po të gjoj rrota makina aty, shof që mund vinë edhe miqë të tjerë. Tani, dhe në postimet e ndryshmet, kemi parë Roxhakun, miqë këtu, takime pa fund, kështu janë fundjavet apo si? Apo ka ditë shënuara që ti organizosh? Në përgjësi vinë fundjavësh, por në akë këthy këtë ambient, janë miqë të mi, janë edhe nga qyteti Shkodrës, miqë edhe me të cilët së mungon mundësia me shku, por kënë gjithë qëtësin, kënë gjithë ato produkte që nështë janë joshse, për të venën e rakin që... Po, vera shumë e mirë, biseda që bën ti shumë e mirë. Po, edhe unë i bëj muhabet mirë, vinë edhe nga zona këtu për rreth, pa tjetë që këtu e kena me përnotim, para sy sepse nuk ka ambient që mund të rinë shumë njës bashkë, po kana pas rasi që këtu e kena shfridzu dhe për FES-a, për djetëlimje. Po, ke organizuar çdo detaj. Këtu ka dhe fjetje? Jo, për momentin jo, po i deti kena për me bon shumë shpet. Shpesojmë shpet. Po të gjithë njofin më buridheut. Nuk ka njëri që së njeh, dhe me thëmë mjafton që të vish deri këtu afër, të zefi, po të zefi, ja këte i kaloj, tjerë. Të njohin, më thuaj, si me ndonë ty, të njohin, i dim dhe në arsyet, jo, po duha të pyes ty, pse të njohin ty ka shumë? Po në kam, po thuj se nuk kam lëviz shumë pak jashtë Shqipënijët, dhe vetë investimi që unë kam kryu në fushën e veshtarisë dhe punë eme me bujësin në kuadrin e komunës djeshme dhe të bashkisë sotme, 10 qina trajnime që janë bën këtu, sedhja për të pa katunin dhe edhe për të kontribu organizatat ndryshme të huja, të cilët kanë pjesë e zhvillimit kësaj zone, pa tjetër që ka bon që gjithë ka njerëzit ta njofin, e ambientin tonë tut, njofin edhe venën Zadrima, bashkë me rakin e Zadrima, të shishtohet agroturizmi. Unë e me knaqën, pa ta misë që vinë, me thonë dojtëm, pa fejtë se nuk e kam të letë të shebej, kam e jajnë e bëj mirë, si mas me jetë, kërse guzhinën e... Po, të gjitha bashkë, do me thonë, shpesojmë të mbojmë gjallë me këtë dhoj klientelet. Po, bukur, cilën verë do provojmë tani këtu? Ne do provojmë një kuqe. Kalmet, sepse është vena jo, është vena e zërës. Aty është shesh i bardë, vene bardë dhe raki rushit. Po, ky kalmeti kur është bardë? Ky është kalmeti vitit kaluar. A, i vitit kaluar? Po. Ke verë, kështu që është shumë e vjetër? Po, majmë i fije, majmë. Gëzuar, një vit i mbarë, të shkoftë mbarë. Edhe ju i prifmarë me emisionit tuja shumë të bukura, të cilët janë pikante me stacionet tonë, edhe konkurojnë edhe stacionet qendrore. Faleminderit, gëzuar. Edhe mirë se keni ardhur.
Mirë, për të dhënë idenë e gjithë asaj që ndodh në Agroturizëm Mirela. Sot jemi me dy miq, e njohim zotërin, do e prezantojmë pas pak, është Zefi që do bëjë prezantimin edhe të zotërisë tjetër, por imagjinoni ato darkat e mëdha që mbushen këtu plot me miqe, muhabete, qyfyre, humor pafund. Se tani Zefi po na ri pak serioz përpara kamerës, por është njëri shumë shakaxhi dhe shumë i pëlqyer në ambiente shoqërore. Zefi, në tavolinën e kemi, ja prezantojmë gjithë teleshikuesve. Sot është kënaqësi me pas në tavolinë Maketin Hilen, ideal i fshatit ton, i cili ka marru për aktrim. Ne kemi pasur edhe në emisionin ton Arom Shkodre, në pozicionin regjizori, edhe aktorit njerëz. Edhe aktorit, ai po bën merret me këto dy profesione tashmë, të cilat po sakrifikon për ti ushtru, dhe në bashkëpunim me miq të tjerë, bile para 2 neç në teatrin Lis, më falë, teatrin Pallati Kulturës Det Nulazi, ta vunë skenë një dramë shumë bukur që patën fatin me pa. Do e pyesë për këtë vetë marketingin. Dhe zotëria? Vis Luka, bashkëkatonare jemi dhe këtu. Po si i quajte, bashkëkatonare? Bashkëkatonare jemi këtu, dhe mik i vogël. Ore, po njerëzit kanë problem kur thuhet katonдар, apo jo? Na kena për krenari. Ja, keni për krenari? Është një djem të ma punëtor këtu, ka i skuadrën ndërtimit që merret kryesisht me bojrat, me kartongjezin, me sistemimin e... Sa bukur ka qeri, në Shqipëri e more këtë profesion? Por e veçanta që... Në shtetit, në Greqi. A ki qenë në Greqi? E si bëjmë gjithë të ditu ku shkojmë jashtë më. Por e veçanta visit është, sepse është në më kontribusit në fshatin ton, në marrëvajtjen e punëve, sidomos të ndriçimit të ambientit, të punëve në Betlehem. Pra është ku do të thënë ne kemi dy njerëz që kontribojnë për komunitetin shumë, dhe me skuadrën e vet është, me thënë drejtën, është për të marrë shumë shembull dhe për ta ndjekë të tjerë. Bravo, shumë gjë e mirë kjo, të përgëzoj se kaq i ri dhe të bësh gjithë to punë, e për më tepër që bëni përtej asaj që paguhet, ë? Domethënë janë humanse bëjmë përtej asaj që paguhet. Ai këto i bën gjitha falas, thashë dhe shembull për të marrë nga të tjerë, për të kenë hemeli për të vazhdu për të kenë model në punë e përbashkët në punë publike. Ja të pyesim pak miq tanë, marketing si po shkon gjithë puna e asaj tradite të bukur që është krijuar në Hajmel për krijimin e gjithë ceremonisë Betlehemit. Në vazhdim asaj që nisme me thënë pak më përpara, me që sot jena vetëm unë edhe Visi këtu, du me thënë diçka që është shumë e rëndësishme, që është gjë e më e rëndësishme praktikisht, që ka fshati jonë, çdo fshat dhe çdo republikë dhe marrë globi që janë njerëzit. Fal njerëzve si Visi, si Zefi, e si shumë tjerë që nuk janë sot këtu, ajo gjë po vazhdon, është në vitin e 7, edhe po vazhdon çdo ditë më shumë të rritet. Pra, ne kena zbulu rastësisht ndoshta diçka që ne shqiptarët e kena pas gjithmonë në gen. Pra, me ndihmu njëri tjetrin, dikush kur ka kënë të ndërtuar një shtëpi më përpara sa di. Ka përshtypjen që është fryma e fshatit. Nuk kemi parë organizime të këtij niveli në asnjë vend tjetër në asnjë cep të Shqipërisë. Ku të gjithë bien dakord, të gjithë marrin përsipër rolin e tyre për të interpretuar. Po, nuk është vetëm interpretimi është çështja mitore, po përdoret këtë shprehje, por është një mal me punë më përpara që është e tona e vendosur mbi bazën e vullnetarizmit, sepse si këta zotnit këtu bajnë punën e tyre, po thojmë 8 orë, që mandej vinë në mënyrë vullnetare, kontribojnë aq orë sa ju ka met, ose një ditë mund ta lanë pushim me skuadrën e tyre dhe marrin krejt skuadrën e vinë atje. Kështu që është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Mandej për sa i përket kantinës, këtu her mas here zotnia na mbledh thotë hajde ta pim nga një gotë vend mas lodhjes. Pa u shkëputur nga Betlehemi, ka të bëjë dhe besimi. Këtu kemi të bëjmë me një zonë që janë shumë besimtarë. Po, Hajmeli praktikisht. Bën dhe këtë dallim, se janë disa elemente që na bëjnë të besojmë se organizohet kjo gjë këtu. Po, por shiko, mas viteve 90 Hajmeli është kthyer me stadion Zefi, mund ta di më mirë në 100% katolik. Si zonë, edhe pak a shumë, domethënë kjo pjesa e sipër me Zadri. Po, si shifrave besojnë, domethënë kemi të bëjmë me besimtarë të devotshëm që preferojnë të bëjnë një gjë të tillë edhe unanimisht të gjithë bashkë. Për ne
të krishterët, katolikët, Krishtlindja është ditëlindja e Krishtit. Edhe ideja se si festojmë në një ditëlindje është shumë e bukur, sepse unë tham gjithmonë, nga një herë më e bukur është vigjilja, pra përgatitja festës së vetë festa, nëse bëhet një rrëmuj e madhe. Edhe duken se është një ditëlindje e rëndësishme për një njerëz të madh edhe Zot, njëkohësisht që na ka, sipas neve katolikëve, na ka ndryshuar jetën, njerëzit absolutisht që e besojnë, kjo zonë absolutisht që ka lidhje me besimin, është një nga fuqitë kryesore që është hyrë përpara ndoshta edhe dëshirën e tyre, por nuk duhet lanë anash edhe nuk duhet vlerësu fiksa, duhet edhe dëshira që njerëzit kanë me punu së bashku për me organizu një fest të përmavsave tilla që po them ajo drita Shkëndia nis prej lindjes Krishtit, por mandej është e tona një organizim shoqëror, vllazëror etj. Është një makineri. Ne kemi kthyer në një atraksion shumë të rëndësishëm për Hajmelin, sa të gjithë tashmë gjë e parë që kujtojnë në pikërisht këtë ceremoni, pastaj kujtojnë Zev Pashukur me verën e tij dhe agroturizmin, pra ka njerëz të mirë, aktivitete shumë të bukura që grumbullojnë vizitorët këtu. Vetëm po përfshi pak Visin, Vis, a ka rini shumë që kanë mbetur ja kështu si ti, kanë gjetur veten në Hajmel ose të paktën disa këtu të afërt? Këto janë një përqindje mjaft e madhe, rini, që kanë vendosur me punu me jetu këtu, kanë dëshirë me lanë për vendin e tyre. Nuk di që të thamë ma gjatë. Do me tha kush është larguar, është larguar. Është larguar vite me parë, tesh nuk largohet kush ma. Ja, nuk largohet kush ma, sepse ka punë, ai që don me punu si puna jeme ka punë, edhe jeton në kushte normale. Okej. Bukur. Zevi ti i kënaqur këtu në Hajmel? Agroturizmi të tërheq, ke menduar ndonjëherë ta zgjerosh pak më shumë, të krijosh linja të tjera në vende të tjera? Apo je kënaqur me ajo çam kënaq më shumë këtu në fshatin apo në zonën tonë, duke referuar dhe fjalëve që folën miqtë e mi, është sepse ne kanë një marrëdhënie të përsosur një me tjetrin. Dhe është më bukur rinia, shkojnë shumë mirë bashkë. Dhe ka shumë kohë që ne nuk kena asnjë zënk. Je bodhe ti ri, duke me rini. Po, edhe unë mund ju përshtatëm. Faktikisht ma shumë rrim me rinin, falë edhe pastori që kam pasur gjithmonë më monë me rinin, por jam shumë i kënaqur dhe janë model, janë me sinqeritet model. Unë kënaqem kur vinë fëmija e mi apo fëmijë tjerë që janë shkolluar e punojnë, vinë me kënaqësi të madhe sepse gjajnë djem të mrekullueshëm që kanë marrë zanate. Jetojnë, si që tha dhe Visi, jetojnë shumë mirë, djem që nuk përtojnë me shku me punu me të kushdo dhe të cili do, dhe këtë regon që i referojmë prep fjallës Visi që shpajsojmë që emigrimi këtë rullje këtu në këtej, sidomos me mundësit që janë kriju me punu në nërtim edhe në sektorin të vreshtaris apo sektorin e udhirit që ne sot në mjedhë 10 hektare. Okej. Krishtinit janë festa, po e themi më e rëndësishme që na paraprin, atë do të kemi sa afërmi, ka ndonjë gjë specifike që ka Hajmeli tradit përveç organizimin që do të bëhet, janë në tavolina grumbullohen miq apo janë reduktuar familjet këtu? Kemi njerëz që vinë? Mbushen familjet? Besoj si çdo shoqëni kur ndodhet në ekzigjenca specifike, kena gjetë një mënyrë që kur në tavolinat tona mungojnë njerëzit e dashur të familjes, e zgjanojmë atë për me miq, me shok, me dasha mirë, por që atë natë ne kur ulena nuk bëjmë dallime është i gjakut apo s'është i gjakut. Pra, mbushet tavolina gjithsesi me miq. Mbushet. On shtëpi, o te agroturizëm Mirela, o diku nuk e lam, domethënë pa u mbush, pa u ru njëri tjetrin, pa i bë dy qyfyre siç theti, pa i bë dy gallata, pa kalu mirë. Herë me humor, herë ndonjë gjë pikante, e rëndësishme është që ruhet balanca midis miqësisë dhe vëllazërisë, ajo nuk prishet kurrë, sepse tavolina i ka të tona, por ne përfundimisht kena mësuar me ditë me i menaxhu disa gjëra, ndoshta ka shumë faktorë që ndikojnë, por e vërteta është se tashmë në fshatin Hajmel në festat e tilla, siç është shumë e rëndësishme Krishtlindja, nuk gjen më vetëm terr edhe boshllëk.
një mënyrë ose një tjetër kudo në një vatër ka njerëz. Edhe miqt i presim pas një lloj problemi sepse për lezetin e gjithë teleshikuesve ka ndonjë urim specifik që bëhet për Krishtlindjen, për shembull sikur marrim gotën e verës, çfarë themi, Zef? Cilat janë fjalët? O të rakis, o të verës? Si themi, për shembull kur e çon gotën e çon gjithmonë i zoti i shtëpisë, i pari gotën. Ne kënë urimin e traditës, jena katolik dhe në të drum. Do ma thuash origjinal. Origjinal ashtu si e kanë trashëgu. Kjo flutur Jezu Krishti, mirë se e mlodhi Zoti bashk, inshallah më të mirë vitin tjetër. Shumë goja. Ndërkohë që ju si përgjigjeni apo shkon me radhë pasaj, Po, do të thonë, shtritit çdo një ani mandej si mas mënyrës se si janë rreshtu nga kraju i vendit, krahu i djathtës, nuk e di si funksionon mirë, dhe tanë me radhë, pa u thonë këto fjalë, nuk vazhdon ushqimi. Do të thonë, thuhet fjalët ose absolutisht po. Në momentin që Zoti i shtëpisë merr fjalën, thot fjalët e tij, mandej i falet të gjithë. Për shembull, po them këtë moment kjo flutu Krishti, t'jam fal kozet ose bralla jote, një mënyrë s'ka rëndësi, ti ja ka lënë tjetër me radhë. Kur të gjithë kanë bë përshëndetjen, urimin, ndodhin, atëherë është djeshëm që se kush për Terezinë vet mund të përdorë. Një urim për të gjithë teleshikuesit, jo vetëm në Shkodër, po kudo ku janë shqiptarët edhe në kontinentin amerikan, në Europë. Nëse keni një përshëndetje ku ju shohin edhe përmes rrjeteve sociale. Unë kam një përshëndetje që është edhe mesazh bashk. Gjaja më e rëndësishme për një njeri është shëndeti edhe familja, që janë shumë të afërta, edhe ju lutem shumë për ata që kanë kohë që kanë ikë, mos mendoni se Shqipëria ka ngel vend ose është plak më tepër, mund të jenë plak në kuptimin sepse rinia ik, por ktheni krytin nga dheu i juaj sepse aty nuk do të jeni kurrë të huaj. Kjo është edhe mesazhi jam dhe ju uroj gëzuar tanëve. Po kalojmë me Visin. Unë kisha një mesazh për gjithë ata që janë jashtë edhe brenda shtetit. Të kenë një familje të shëndetshme, sikur tha dhe Riti, gëzuar festat, t'ja kalojnë mirë, edhe me dash sa më shumë njëri tjetrin. Bravo, Flon. Ne çfarë do themi tani? Pini sa më shumë verë, është shëndet. Ju urojmë gjithë emigrantat të festojnë gëzuar aty ku janë. Unë ju i këshilloj që të sakrifikojnë nga të ardhët e tyre që të vinë për festat e fundvitit, më shpesh se sa kanë ardhur. Dhe gjithë konsumatorëve, jo vetëm të Hajmelit, por gjithë konsumatorëve kudo në Shqipëni, ju kërkoj që të konsumojnë produkte shqiptare, produkte të vendit. Kjo ishte e bukur, ja. Sepse flas me siguri në emër të gjithë prodhuesve, jo vetëm të verës, të rakis, por edhe të mishit, edhe të djathit, që vajt ullirit që cili tashmë është më pjesë e ushqimit ton, po punohet shumë cilësisht, po punohet me mundi me djersë dhe mos t'jenë të tavolinat tona produktet huja. Të lumt. Tani fjalë kemi thënë, ne do zakoni tani mbasi kemi përfunduar urimet të bëjmë gëzuar. E ulum shinkam. Hajde gëzuar. Faleminderit për vizitën. Jeni gjithmonë të mirëpritur. Najsi. Një vit i marr. Faleminderit. Gëzuar me mirë inshallah. Ky pra ishte reportazhi që ne kishim përgatitur në Ajmel, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, të keni parë një mënyrë krejt tjetër të menduarit të gjërave, të afërsisë, të vllazërisë, se jemi bërë shumë individualistë, jemi bërë indiferent në shoqërinë e sotme, por janë një shembull i mirë që vjen nga Ajmeli i unitetit që kanë banorët atje. Dhe mua më pëlqen të tokim sepse këtë përcjell disa nga vlerat më të mira që mbase ndonjëherë dhe i kishim harruar nga ky vrulli i jetës, vrulli i përditshmërisë. Kemi përcjell vlera të mira, kemi përcjell traditën e bukur që kemi ne si shqiptar. Dhe kështu kemi mbërritur në fund të emisionit. Unë shpresoj që të gjithë teleshikuesit janë duke u kënaqur. Ne vërtet që jemi në natën e tretë, por janë edhe 7 të tjera, si i numërojmë ne. Edhe paksohen. Do mrinte e fundit që do themi mirupafshim, aty e di që do ndihemi shumë keq që përfundoj. Por do ndihem shumë mirë edhe unë edhe Noela nëse ju jeni kënaqur me trashëgimimet tona. Jam e sigurt që janë kënaqur. Natën e mirë. Natën e mirë.